Nga Enes ibn Malik radiallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam e ka dëgjuar një burr duke thënë: Allahumma inni es'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak al-mannanu badi'u as-samawati wal ard dhul jalali wal ikram. O Allah, unë ty të kërkoj, duke dëshmuar se me të vërtet ty të takon e gjithë lavdia dhe falenderimet, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejt përveç teje, ti je i vetmi dhe s'ke ortak, ti je dhurusi çdo mirësie, shpikësi i qive dhe i tokës, merituesi i madhrimeve dhe lavdeve. Ndërsa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha atij burri: me të vërtet që i ke kërkuar Allahut me emrin e tij më të madh, të cilit nëse i lutesh me këtë emër ai të përgjigjet, e nëse i kërkon diçka me të ai ta jep atë që i kërkove. Emri El Mennan do të thot ai që jep shumë, jep dhurata të mëdha, bën shumë të mira.